Keni ju sot, është në sfidë që dhe prandaj klasifikojmë ne me Partinë Demokratike me lupë. Sepse sot çfarë ka dalë në lëvizje në shesh, që është një lëvizje e re. Jemi live, nuk janë pak, janë shumë. Patjetër. Në ditën e 48 që ka një qasje komplet të re ndaj gjithë gjërave. Dhe që imazhi i Partisë Demokratike dhe ajo që përfaqëson Partia Demokratike është në kërcënim të kësaj lëvizje, sepse ata bashkë me majorancën përmendin edhe partinë më të madhe parlamentare që është PD-ja, edhe për tjerat, por për PD-n kanë më shumë probleme. Dhe tani PD-si duhet një gjuhë e re, një gjuhë që përfaqësohet nga ju, në fakt. Patjetër. Nga brezi juaj, jo nga brezi që ishte. Dhe prandaj them që duhet një gjuhë e re me njerëz si juve që janë të rinj, që janë të respektuar, që kanë çarë brenda dhe jashtë Shqipërisë me shumë sukses dhe kanë dhe fjalorin të ngjashëm me ata dhe kërkesat njësoj me ata. Edhe pretendimet ndaj PD-s i kanë njësoj siç i kanë ata. Në fakt, ta garantoj që kjo ka ndodhur, ta garantoj që dhe ato kërkesa që ka sheshi janë reflektuar dhe në qëndrimin politik Partisë Demokratike dhe të grupit parlamentar. Që javën e parë që kanë dalë me 5 kërkesat, ne kemi depozituar ato kërkesat atyre, se me fjalorin e atyre, aty kapri atyre që dalën të i Karama se më kalon burri, kush ka mikrofon, kërkesat po. Kërkesat që ato kanë, 4 kërkesat e tyre për shfuqizimin e 4 ligjeve që në fakt janë betejë të Partisë Demokratike. Pra është momenti që këtu disa të vërteta duhen thënë. Ato kërkesa që artikulohen në shesh, Partia Demokratike i ka betejat e saj prej vitesh në parlament dhe në gjykatë kushtetuese. Është ligji për zonën e mbrojtura, zonja Zhupa, deputete e Partisë Demokratike, e ka çuar në gjykatë kushtetuese para 2 vitesh. Ligji për trashëgiminë kulturore, është paketa e maleve, kemi votuar, kemi debatuar fort, kemi votuar kundër. Është ligji për investitorët strategjik, ka qenë një betejë shumë e gjatë e Partisë Demokratike, edhe zonja Tabaku ka folur pafundësisht për këtë çështje, por dhe figurat më të larta të Partisë Demokratike e kanë prekur këtë çështje, zoti Berisha, zoti Boza, në kryetari i Komisionit të Financave dhe të Ekonomisë, ka folur gjatë për këtë çështje, zoti Cara, antari i këtij komisioni, zoti Leskaj, pra janë fakte konkrete dhe janë betejë që janë bërë dhe në parlament. Me sa duket një pjesë e madhe në atë shesh nuk e kanë këtë memorje, apo nuk e kanë këtë informacion, është detyra jona. Të sapo përfshirë në një marrje politike. Kanë qenë përfshirë në politikë fare. Ja rikthejmë në vëmendje. Po pra, ata të sapo përfshirë, ata janë të reja të gjitha këto. Por ton, faktet janë fakte. Ti nuk jam mohon dot betejën që ka bërë Partia Demokratike në këto vite në mbrojtje të interesit dhe kundër këtyre ligjeve të njëjtin që kanë në mediat e tas. Edhe mediat tu ka gazetar. Me këtë studio ka pas gazetarë që janë ftuar. Antoni Tje Brete këtu ka një gjë. Shumica atyre aty janë të rinj që janë të paangazhuar politikisht dhe nuk kanë haber çfarë ka ndodhur në këtë lloj politike. Dhe kur ju thua atyre që opozita dhe qeveria janë bashkë, ata e besojnë. Dhe kur dalin 3 imazhe si ju dhe e sqarojnë, ata bindën. Po kur del sekretari i përgjithshëm thotë protestë nuk është kundër Ramës, por është kundër Trumpit, e bëjnë disa grupe të Sorosit, pastaj ata fillojnë dhe e mira e Partisë Demokratike është që duhet kuptojmë diçka që është parti që prodhon debat të brendshëm, prodhon nuk është debat i brendshëm. Qëndrimet ndryshme. Ky është orientim politik. Debati i brendshëm është debat i brendshëm dhe orientimi politik dhe shiko, askujt zoti Berisha në këtë rast, ne nuk e mohojmë peshën e tij gravitacionale në PD, peshën e tij politike, nuk ja mohon identitetin e tij politik. Secili ka qenë ky debat që kanë bërë me Antoni me zotin Berisha këtu. Patjetër më patjetër. Kjo një sekond. Ka qëndrime nga më të ndryshme. Jo, ka një gjë. Por vjen zyrtare e zoti Berisha. Shiko, kjo nuk është avantazh i zotit Berisha, se ti kur futesh me një informacion politik, ti ke identitet politik. Dhe kur Partia Demokratike, drejtuesit e saj, janë si pul pa kokë, që nuk çfarë thot njëri nuk e thot tjetri, për zhvillime kaq të rëndësishme, kjo nuk është demokracia e brendshme. Kjo është orientim total politik. Dhe kjo nuk është avantazh për zotin Berisha. Falenderoj shumë ke prek çështjen që sot u diskutua në mbledhjen e parë që ne kishim si të zgjedhur si ekip i ri drejtues në Partinë Demokratike. Kemi bërë një mbledhje që ka qenë pa media, sot nuk është transmetuar, e ka drejtuar zoti Berisha në orën 13:30 jemi mbledh. Po ja ku keni dhe zoti Berisha do drejton si. Po e ka drejtuar zoti Berisha, po them, po ka qenë pa media. Kjo është ideja. Dhe porosia e tij kryesore ka qenë unifikimi i mesazhit dhe mesazhi ynë politik, patjetër që në media të perceptohet shumë mirë qëndrimi i Partisë Demokratike i unifikuar dhe në unison nga të gjithë drejtuesit e Partisë Demokratike. Me profilet e tyre, se diçka e thotë ndryshe Erisa, e thotë ndryshe Nikola, e thotë ndryshe unë, por për sa kohë qëllimi është i përbashkët, mesazhi është i përbashkët. Është strategji, kemi bërë pjesa më e madhe.